Burri I shkurtë Fejzës u godit në Prizren nga vetura. Policia e Kosovës ka konfirmuar se Hajrosh Behluli, burri I këngëtares shkurtë Fejza, është goditur sot nga një vetur në rrugën Adem Jashari në Prizren. Sipas policisë, në momentin kur ai është goditur nga vetura, kishte qenë duke e kaluar rrugën. Ai është jashtë rrezikut për jetën, pavarësisht se ka pasur lëndime të rënda trupore. Sot, me datë 23 të dytit 2024, rreth orës 10:50, është raportuar për një aksident trafiku. Aksidenti ka ndodhur në rrugën Adem Jashari. Deri te aksidenti ka ardhur kur këmbësori ka qenë duke e kaluar rrugën dhe është goditur nga një automjet. Viktima ka pësuar lëndime të rënda, por është jashtë rrezikut për jetë. Policia ka intervistuar palët e përfshira dhe është njoftuar prokurori kujdestar. Me urdhër të prokurorit, rasti procedohet me procedurë të rregullt, ka konfirmuar për Ekspres Shaqir Bytyçi nga Policia e Kosovës në Prizren. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.